Përshëndetje të gjithëve, në emër të Komitetit Olimpik të Kosovës. Tashmë dihen 8 sportistët të cilët do të marrin pjesë në lojrat olimpike Rio 2016. Kjo është historike sepse për herë të parë Kosova në historinë e saj të re merr pjesë në lojrat olimpike. Prandaj është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë, është një ndjenjë që munden me përshkruaj vetëm qytetarët të cilët trajtohen të barabartë me të gjithë qytetarët e vendeve të tjera, dhe kjo ndjenjë, ky emocion është jo vetëm të sportistët, trajnerët e tyre të cilët kanë mundësi tani të realizojnë ëndrat e tyre, por edhe të ne drejtuesit të sportit, dhe besoj të çdo qytetar i Kosovës kudo që gjendet dhe punon. Mbrëm në orën 23:59 është mbyllur regjistrimi zyrtar për pjesëmarrësit në lojra olimpike, dhe tashmë dihen të gjithë sportistët e mbar botës të cilët do të jenë në lojrat olimpike Rio 2016, dhe normalisht dihen edhe 8 sportistët e Kosovës. 8 sportistë është një numër solid, një numër i cili mbase i kalon në dikun rreth 50% të shteteve, sepse ne e veçantë edhe këtij numrit sportistëve është që ne kemi 2 norma olimpike. Mbi 50% të shteteve nuk arrin normë olimpike. Në vijim unë do i shpalosi edhe emrat e sportistëve, dhe e para është Majlinda Kelmendi, e cila merr pjesë në sportin e judos në kategorinë 52 kg, dhe paraqitja e saj pritet të jetë me datën 7 gusht. Sportistja e dytë me normë olimpike është Nora Gjakova, po ashtu nga sporti i judos, e cila do të merr pjesë në kategorinë 57 kg, dhe kjo do të paraqitet me 8 gusht. Do të thotë është, po e keni qartë që u përcaktu tani me ekipi, oraret e garimit janë të njohura për gjithë ne, keni edhe në sajt, ndërkaq udhëtimi do të fillojë diku për datës 28 dhe gradualisht pavarësisht prej pjesëmarrjes në gara, atletët do të vendosen në fshatin olimpik, ku do të kenë kushtet për stërvitje, por edhe të qëndrimit. Arenat nuk do të jenë larg, do të thotë edhe transporti prej fshatit është rregulluar në atë mënyrë që sa më shpejt të arrihet nëpër arena pa mundime të mëdha. Pastaj çdo delegacion do të ketë mundësinë që të parashtrojë edhe kërkesa të tjera, mirëpo duhet patur parasysh që është një masë e madhe e atletëve të cilët do të garojnë, kështu që ne si udhëheqës të misionit do të kemi në situatë që të menaxhojmë gjitha këto lëvizje, dhe shpresojmë se s'do të ketë kurrë problemi.